محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, secili besimtar duhet ta ketë një breng, si të bëhet më i mirë edhe si të bëhet më i dashur tek Allahu fuqiplot. E në të dyja këto e kemi një udhëzim profetik në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirësinë, por edhe dashurinë e Allahut fuqiplot e ka lidhë me faktin se sa është i dobishëm një njeri për rrethin ku jeton. Kjo i bie që sado që ne mundohemi të bëhemi të mirë në vetvete, ajo mirësi është e pamjaftueshme derisa të mos bëhet mirësi kalimtare, që të kaloj edhe tek tjerët. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet kush është më i miri prej njerëzve, në versionin tjetër kush është më i dashuri tek Allahu fuqiplot prej njerëzve, në të dyja rastet ka thonë anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Më i miri i njerëzve është ai të cilit njerëzit mas tepërmi i shohin hajrin, njerëzit prej të cilit kanë mas tepërmi dobi. E njëjta gjë është edhe te dashuria e Allahut fuqiplot. Kjo mirësi që kalon tek tjetri, kjo dobi e cila manifestohet në praktikën e besimtarit, duhet të manifestohet në praktikën e besimtarit, ka aplikimet shumëta. Është një rrezatim pozitiv, që mas pari shpirtnisht besimtarit do të me konë pozitiv, ashtu që kudo që të paraqitet me reflektu pozitivitet. Mos me kriju atmosferat zymta edhe të padurueshme. Për te i kësaj, besimtari kur flet mirë. Allahu ka thonë njerëzve flisni me fjalë të mira. Ajo fjalë e mirë e cila duhet të dëgjohet prej besimtarit, ajo është fjalë e mësimit, është fjalë e udhëzimit, është fjalë e këshillës në rrugën e Allahut fuqiplot, dhe mirësinë më të madhe kimi ia bë dikujt nëse Allahu të bën sebeb që ti më ia çel syt dikujt edhe ai më e pa jetën në mënyrën e duhur qysh se ka pa deri stash. Me e gjetë rrugën qysh nuk e ka gjetë deri stash e kështu me radhë. Në këtë aspekt mundësit janë të panumërta. Një fjalë e mirë, një ajet të cilin e ke dëgju, një hadith të cilin e ke mësu, një këshill, nga se njerëzve nga njerë një fjalë ju mungon për me e pa jetën ashtu qysh do të me e pa, respektivisht për me e kthy kursin, diskursin e lëvizjes vetë në drejtimin edhe në kahjen e duhur. Për te i kësaj, pastaj, çdo gjë që është e dobishme për tjetrin, edhe në aspektin praktik, edhe në aspektin material. Ka njerëz të cilët kanë nevojë për atë që ne e kemi tepër. Le të jetë ushqim, le të jetë veshmbathje, le të jetë pare. Por na e kemi tepër, na mjafton e na tepron, dikush ka nevojë për te, edhe kjo është dobi. Ka njerëz të cilët mbase nuk kanë nevojë për pare, po kanë nevojë me ju tregu një punë e mirë çysh bëhet. Sikur se ka udhëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të ndryshme që ti ndihmosh atij që s'po mundet me ia dalë vetëm, ose të mjeshtrosh për atë që nuk din mjeshtri. Çfarë udhëzime të mrekullueshme ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti ndihmosh atij që s'mundet me ia dalë vetëm, edhe të mjeshtrosh për atë që nuk ka mjeshtri, nuk ka shkatësi. E pastaj këtu hynë edhe të gjitha gjëra tjera, ajo që është e rëndësishme të thuhet në këtë rast nderuar vëllezër, është se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për dobit që secili ka mundësi t'ia sjell tjetrit, e ka bën një krahasim interesant. Ka thonë, me ma dhonë Zoti mundësin që une me ecë, me u angazhu, me nga që thojmë na, për m'ja plotësu dikujt një nevoj, një hall m'ja zgjidh, një problem m'ja lehtësu. Me hecun e me u angazhu për shta, është më e dashtun për mu
ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se sa me nejt një itikaf në xhami një muj ditë. Me nejt një itikaf në xhami një muj ditë, domethënë paramendos sa ibadeti mundet me u bë. Sa namaze, sa dhikre, sa istikfare, sa këndimi i Kur'anit e kështu me radhë, megjithatë me u çuar dhe me shku dikujt me ja kry një punë, të cilën ai vet nuk po mundet me e kry, nuk po mundet me ja dalë. Ja lehtëson një hall. Kjo është një mirësi e madhe, edhe këtu, pikrisht këtu, e shohim dhe vëllezër lidhjen në mes asaj që na e konsiderojmë ibadet, vepër e cila ngritet drejt për drejt në qiell, për arsye se bëhet ekskluzivisht për Allahun fuqiplot, edhe asaj veprës cilën e bëjmë në rafsh, e na e sheh hajrin dikush prej njerëzve, e në këtë rast edhe kjo e rafshit vlerësohet shumë lart tek Allahu fuqiplot. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ja lehtëson një hall ose ja largon një breng, vllajt vet musliman, Allahu i madhruar për shkak të kësaj, këti ka mi ja largu një breng ose ka mi ja lehtësu një hall prej halleve të ahiretit. A brengat e dunjas funit janë shumë më të lehta se sa brengat e ahiretit. Hallet e dunjas janë më të lehta dhe më të vogla se hallet e ahiretit. Për arsye se në këtë dunja mundum me jetu edhe me halle, edhe me brenga, edhe me smundje, edhe me varfri, edhe me kufizime të ndryshme. Mirë, por në ahiret ato janë shumë më të rënda. Dhe paramendoj vetën tash ti që je angazhu, që ke punu, që e ke pas breng jetësore, qysh me ju dalë në ndihmë të tjerëve, Allahu i madhruar paramendon qysh ka me t'i lehtësu ty hallet e që kontributi jonë në dunja, megjithatë është i kufizum. Nganjëherë mbas edhe nuk është vendimtar, por është sprov. Allahu ja çon problemin edhe hallin dikujt në afërsinë tonë për me na pa neve ç'po reagojmë. Mundet mos me konë vendimtar, Allahu ka vendos mja zgjidh problemin ati, por nëse ti ke arrit me e kapat vlerën, sevapin, nderin, e të qenit sebeb që dikujt me ju lehtësu halli, atër s'ka dyshim se ty të pas ka zgjedh Allah i madhruar me qenë fitimtar. Andaj, jetojmë një kohë kur sprovat e njerëzve janë të shumta, janë të ndryshme, të lloj-llojshme. Jetojmë në kohë dimri, kur dikush ndoshta ka mungesë ushqime, dikush mbase ka mungesë të mjeteve për ngrohje e kështu me radhë, në çdo aspekt, me mujt me ju gjindë aty në hallexhinjve, ta dini se kemi bë vepër shumë të madhe edhe meritojmë, përveç mirësisë e meritojmë edhe dashurinë e Allahut fuqiplot. Allahu na e mundsoft me qenë pikërisht aty ku është kënaqësia e tij. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Në rrumë vllazën, nësi si shoqëri, në kohë të krizave, sikur me na hjek dikush ndryshkon, edhe po na del ajo mirësia që e kemi, del ai solidariteti, gatishmëria për solidaritet që e kemi, edhe po e shohim për shembull gjatë këtyne 3-4 ditëve të kalume, kriza e përmbytjeve, e vërshimeve, e të ftoftit, e ujit, qysh mi abo, sa njeri o paraqit me ndihmu, kjo për një mend të ban me undi edhe i lumton edhe krenar. Që të gatishmëri për solidaritet edhe për bamirësi, me mujt me e majt ndezon në vazhdimësi, mos me elon kur me na embulu pluhni, mos me elon kur me na ndryshk, për arsye se gjithmonë ka njerë që janë hall. Krizat shkojnë e vinë, ato janë të çastit, del në pas solidariteti, e tash qëtë solidaritet edhe qëtë afërsi, e qëtë ngrohtësi, e qëtë vllaznillëk që e kemi, me mujt jo vetëm me erujt, po edhe me e kultivu, me e ngrit në nivel tjetër. Mos me liu në asnjë mënyrë, askush, që lakmia me detyru me bën ndonjë veprim të pahishëm, sikur se është për shembull ngritja e çmimeve të produkteve të caktuara kur shtohet nevoja për to. Për shembull, ka nevojë këto ditë, kam pas nevojë njerëzit me ble ujë. Do të ishte marrë e madhe edhe ligësi e madhe me ngrit çmimin e ujit. Ka nevojë njerëzit për dru, për ngrohje. Është ligësi e madhe me ngrit, veç pse u kanë zot ditën njerëzve e kështu me radhë. Prandaj ne jemi ata të cilët krijojmë shembull. Japim shembull se çysh do të me qenë solidariteti e dikush që ndoshta s'ka arrit me ngu fjalë të Allahut, s'ka arrit me ngu udhëzimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tu na pa neve edhe ata entuziazmohen
edhe trimrohen për me bo vepra të mira, andaj Allah i madhruar me të bo ty sebeb, përveç mirësisë që e bone ti për tjetrin, po pastaj dikush me lakmu edhe me të marrë edhe ty model me u bo ashtu sikur se ti, edhe kjo padyshim që është mirësi e madhe. Andaj jeta edhe dunjaja gjithmonë ka pas edhe të mira edhe të këqija, po vlerësimi i përgjithshëm ka të qenë në bazë të asaj që ka dominu. Në situatat caktume për me e largu një papastërti, veç do të me eshtu ujën, do të me gju ujë, me delë ujë sa ma shumë që aty edhe e pastrohet. Edhe na me mirësit tona, në radhë parë e largojmë gazepin e Allahut fuqiplot, e largojmë hidhrimin e tij, e shkaktojmë dashurin e tij dhe Allahu kur na don, pastaj edhe gjëra tjera na i lehtëson, e në sprovat që na godasin, normal që do të me e shfrytzu rastin me i qelë syt, edhe me ju kthy Allahu të madhruar, edhe me thonë o Zot, mos e ndëshko kërkan, e as mu për fajin tim. Ndërsa ne si popull edhe si njerë, si individ, bojmë gabime, bojmë faje, shumë gjana nga njerë i bojmë, ankohemi pse dul filon shtrati prej lumit, njëherë, kur jemi në krizë edhe kur na ka panika, ndërsa gjatë gjithë vitit kemi mundësi që atë shtrat lumit me e mirë mbajt. Mos me gjumë për lëgë, për arsye se mirësia bazë është mos me bo keq. Pastaj mbi këte ngritën nivelet tjera të mirësisë edhe të bamirësisë, për cilat padyshim se duhet jemi shumë të vetëdijshëm, edhe shumë të vëmendshëm. Allahu na bof shërbëtor të mirës e paksues të keqes. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.